sepse... Njësoj edhe femra. Edhe femra edhe mashkullin, nëse kërkojnë, nëse me njerë kalojnë në intimitet, aty nuk ka respekt, vetëm aty ka përdorim, ka shfrenim, epsheve, mandej gjithmonë këto lidhjet e shpejta pa përgjegjësi morale, ato shpejt kalojnë në shkatërim. Prandaj, për me artë e lidhja e vërtet, duhet mos me dëgju vetëm zemrën, po me qitë në peshore edhe zemrën, edhe trun, mendjen. E në që se mendja të thot që hej, zemrë ti je si vlau im, ajo nuk ka ma shumë. Po na gjenerata jonën ta kem, nuk bëjnë mi thonë për shambull du si vlau se bro, se a i menën që jenë ato e friendzone, se e kena shti në atë vinë ku e kena veç shak. Normal dush një hapsir. Ama sigurisht unë pajtona që me një njeri që keme kriju relacion të atil që thonë ana lidhje serioze, se di pse du të mi thonë lidhje serioze, që kjo kalëzën po jo seriozin të një për lidhja. Duhet me potenciu që serioze si radojnë. Me fillu lidhje dashurie, pastaj serioze. Njerë me pa vetin, sa po reflektoni me njeri tjetrin. Se ndo njerë, a ke pa, me një person rrinë për shambull për herë të parë, edhe thu, wow, gonxhën sa po e njopë. Po, se është qajo kimia dhe qajo menime. Qaj reflektimi, edhe gjdo sen që fillon në emër të Zotit, nuk fillon në emër të djallit, atër, aji refleki, aji takimi parë bëhet shumë i pasë. Sa takime të para mundesh me i pasën a i pale. Sa fetarisht, 100. Mi provu 100 disa të gjesh një, a këtë pajtohe me 100 dështë mi provu për mund me gjesh një. Takime, vesh takime. E mi provu, me bu në arë më katë. 100 motra që ti për para, kur gjo nuk i... E një si vlazni, edhe si vlazni, takoju, sen tash për para, për shambull, jenë konë lidhjet ma të kufizuara, s'kemi mund na për shembull që se të kanë pa që po kalon me një djallë. Gjenerata jeme, para 40 viteve, që se une me Luanin kam kalu, edhe u desh gjithë qysh me ta, veç me hinë martese, jo, kanë me thonë, kjo e ka pas filanin, ke dash me marë, u desh me marë një djallë që ka qenë vejan, që është ndash, kur rëzu, ani pse ti je beqaresh. Sepse ta kishë zanë gojen gjithmonë ai buri tjetër që vjenë, sepse kanë dëgju mahalla, qyteti, pësim Prizren. Atër ka qenë strikt e ndaluar. A me ndonë që vazhdo në ende edhe kjo të jetë? Këtë njonin edhe do të me inë martes. Kjo është thyg a i miti që nuk duhet pa tjetër me qenë i pari dhe... Shërë që është thyg, sepse ti po kryon jetë me një person. Pse me hinë martes, kur ai nuk është personi adekuat, kur ai person nuk të shikon me gjelozi, të shikon me paragjykim. Nuk hyet martes me një mashkull apo me një vajzë që është gjeloze, që ka paragjykime. Po, duhet me pas një komunikim, edhe ato komunikim logjik. Nëse unë e kam bo një gabim, për shambull, një vajzë u taku me një ishtë të vetin, po nuk dojnë me ditë këtë tjetëri. Atëherë, kjo normal, emocionet aty për aty e kanë kap, ose diçka e ka një mënyrë të vetët, sa shërinia, kur takohen edhe puthën kështu në faqe, e tash ky i riu, tash ky hini bëhet me njerë gjeloz, mos shko me argumentu, pse e bone qëshe bone, se shkoj ajo lidhja. Po, kadal ullër... A ka probleme puthën faqe, shokun, shoqen? Terhinja jo nuk ka problem se se kanë me ide të keqe, apo kupton. Mirë po, ti si person duhet me pas, kur takosh me një person të ri, edhe jashe veprat e saja, veset edhe virtytet, mos shiko mi argumentu se shkon ajo lidhja. Po qka me shiko, me i komuniku me logik. Interesant bre zemër, pas ke adet më puth me shok të klasës atje. Ama nuk është moralisht e drejt me të rebu partnerit tanë për ishat? Kjo jep komunikim logik. Ajo ti me shku me njerë gjeloz, shka ke pas ti me ata. Argumente që i të shkoj ajo lidhja, gjelozia. Jo, më sani se këta trici kanë këto gajde. A me ndoni që i kena normalizu pak do gjona, saj përket lidhjeve? Gjenerata jonë. Po, unë mendoj që po, sepse jeni ma të lirë, po vetëm pak kishat pas dëshirë me pas një loj turpi, sepse turpi edhe me ndjemasia të femra e bon ma të hishme. A me ndjemadh, mashkulli mu konë me ndjemadh,
i shëmtuar është. Edhe femra pak me qenë ma koprace. Me qere të ronë, që është? Po, e rëndë, pra, bravo, të lumt, ma more fjallën breguj. Pra, me pas një farë kopracie, jo, hajde, qysh more, hajde, pakës prit, pakës, janë jado gjana, edhe me ndemadhe, edhe me qenë jo guximtare, e ndrojtur. Pra, mendjemasia, ndrojtja dhe kopracia janë 3 gjëra që gruan, femrën, vajzën e zbukurojnë. A mashkullin, që se i ka që to 3 vese apo virtyte, mashkullin e shëmtojnë. Po ta ka ndru situata, Na princesha ju shkujt janë botile. Po, ndronë, mirë po normat morale më besoni asë 10% shi nuk ndrojnë. Gjenerat mas gjenerat. Po tash, one për shambull dhëtë mjë përshtat gjeneratës tem. Po përshtatu ama gjene qëfar vajze mirë je, jo me shku me marë dikon që donë vetëm hajde avantur. Aji avanturës, aji të lypë me njëherë naj motel, naj banes, naj park, naj send. Jo në Varreza, se në Varreza s'ki energji për dashuri. Valla, zënja i bale. Për vasu, që po dëshë këta tritë. Qka është një mashkull princesh për ty që në vajerët? Problemi është që për një Sa mirë më thirë ma shpesh që si emision. Unë e pajtona me qëtoj që ka mashkuj që shtu që për një ma që do të mi thunë zamër sa bukur po do këshkuj ke buthojt apo shkojnë ata ke me thirë të ato, po për një ma që ashtu s'po ka shyra, ata një zotë jare buth ta ke me ta bu petojnë a faturën për gjithë. A shiko, ajo femra mi i thonë mashkull. Ta kem 2 të pagujone, po nëse ti më ke thirën ta kem, është e kena dyqy shëpilina shqiptarë, ta kem 2 të paguj. Po s'pagun as 2 ty po pritëse në kamerat se masana e Kisha thonë ma e rejt, s'di të farë takime kisha bondi. Mojnë qire shumë. Qka kishe buzin a këballit që kënë e rejt? Kishëm konë gjenerata ju, une, a diqka, une kishëm kriju vlera, që sa ti me i thonë mashkullit apo dalin takim, se çdo femër nuk mundët me i thonë një mashkullit valla po më pëlqen. Sot i thoni ma letë, po. Një femër që ka vlera, edhe kur e she një mashkull me vlera, i thot, valla kisha pas dëshirë me pas martes me ty. Kush i ka thonë kujt këto para 14 shekujve? Hazreti Atidja i ka thonë profetit Muhammed. Edhe ka pas bashkëpunëtor të vetin, edhe kur e ka pa qëfar sinceriteti, qëfar devotshmërie ka pas, ajo ka qenë thënë 10-15 jetë ma e madhe, edhe vlera ka pas business woman e kohës saj, edhe i ka thënë profetit, apo merë për grua. E kështu kur të boni ju, a duhet mi përpëzu femra mashkullet? Për shambull mu në gjojnë edhe mjaja punozën. Jo mëre qfarti, me ndë madhe du të me qenë në pikpamjen e mashkullit. Nëse nuk e merë aj hope. Edhe ajë nëse ta je punozën prit pakës, mësë ma shtroti këtu mu paramentjave, se masane e kryj kohën. Pytje, a duhet me këqyr pasunin? është faktor i rëndësishëm, dorën në zemër, për të dy palët. Jo, kur shkon Varreza, nuk qyra as pasuri. Jo, shkur i thonë takimet, zonja Iqbal tha, aty s'ka... Aty jo vendet e s'ka energji